miq të Sportcastit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës. Kam të ftuar sot presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Agim Ademi, me cilin do të diskutojmë për zhvillimet e fundit në futbollin e Kosovës, aktivitetet e federatës dhe planeve të tjera në vazhdim. President, mirë se erdhe në Sportcast. Mirë se u gjeta. Faleminderit që gjete kohë, e dim që vjen nga një rrugtim i largët, i freskët nga kampionati botror, atje ku ishte edhe prezente edhe në finalen e mollë Argjentinë-Spanjë. E para punës që shkoi si udhëtim dhe çfarë lëm për shumë përshtypje atje. Po, ishim në një event më të madhin që krijohet ose që bëhet për futbollin, sepse marrin pjesë të gjitha kombëtarët e botës, të gjitha konfederatat, kështu që ata të cilët kvalifikohen normalisht, por edhe për njekjen e ndeshjeve të tilla, pothuajse ftohen të gjitha federatat e botës. Interesant ka qenë sepse është bërë në 3 shtete të ndryshme, në kontinentin, po dihet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kemi hasë në një tjetër nivel nga të gjitha aspektet. Fillimisht i ka marrë një përmos jashtëzakonisht madhe dhe realisht një popularitet shumë të madh futbolli, për shkak se futbolli atje s'ka qenë sport i parë, edhe s'është ende, por sigurisht që pas këtij kampionati botror në Amerikë do të jetë invazion për të hapur klubet e futbollit dhe për të aktivizuar sa më shumë njerëz në futboll dhe për të specializuar ose për të profesionalizuar futbollin dhe klubet e futbollit atje. Pra, kur them në nivel tjetër ka qenë gjitha drejtimet. E kemi pa domethënë që sidomos të shikuest kanë qenë të gjitha stadionet plot, të gjitha biletat e shitura, kaona ekonomike ka qenë shumë profitabile për FIFA-n dhe sigurisht edhe për shtetet dhe qytetet ku janë zhvilluar ndeshjet, një finale me rreth 90.000 vetë, 87.000, 8.000 vetat që kanë qenë, sigurisht që është nivel tjetër, është format tjetër, duke i përfshirë edhe çmimet e shtrejta, domethënë të biletave dhe të gjitha të cilat e kanë karakterizuar këtë kupë botërore, por gjithsesi duke pas parasysh edhe disa ankesa që janë bërë në referim edhe për shumë çështje të tjera në global është pozitive, sepse është kry në një vend ku futbolli nuk është sport i parë, ndoshta edhe nuk kanë pas evente të tilla, jo për ka madhështia, sepse kanë formate tjera në sporte tjera, por për ka futbolli, sigurisht që në fund kjo ka dalë përveç si profitabile, ka dalë edhe pozitive në të gjitha drejtimet, pavarësisht që futbolli kur nuk i dihet edhe pse ndoshta kemi menduar shumë herë që dikush tjetër do të jetë kampion ose do të jetë në finale, po. Apo të në finale, president? A ke tifo i njënës prej finalistëve apo vetëm me FOPA? Faktikisht të 2 shtetet janë që na nuk kemi, sa i përket anës futbollistike kemi marrëdhënie, po sa i përket anës shtetërore nuk kemi, kështu që një e mirë është kështu që ka ardhur Kupa Botërore në Evropë, duke pas parasysh që Evropa prin me klube, me futboll, me të gjitha me kombëtare dhe edhe me klube, sidomos në ligën e kampionëve të UEFA-s. Të gjithë pothuajse këta futbollistë më të mirë që kanë luajtur në për kombëtare të tjera të kontinenteve të tjera, janë në për klubet e Evropës, në për ligat e ndryshme si në Spanjë, si në Gjermani, në Belgjikë, në Itali dhe gjithandej. Pra, ardhja e Kupës Botërore në Evropë, nëse mund ta quaj kështu, ka aspekti futbollit UEFA, sigurisht që ka impakt më të madh për futbollin evropian dhe sigurisht edhe për futbollin e Kosovës. A kishte skuadër që e mbështeti prej fillimit, president? A jemi dikë? Jo, nëse ka mendu, domethënë kush ka me qenë fitues, një favorizim ja kam dhënë për vete time, duke pa ekipin e Francës, për mua ka qenë favoriti kryesor, po edhe Spanja ka qenë ekipin në këtë ekip që i kom ndonë për 3-4 ekipeve që kush mund të jetë fitues ose favorizues këtë pjesë. Unë kam menuar që do të jetë sigurisht finalja mes Spanjës dhe Francës. Dhe Franca do të jetë për mua ndoshta ka qenë ekipi më i mirë i Francës. Por ja se në futboll është diçka tjetër dhe shihet kjo që Spanja dul fitues edhe kampion evropian dhe kampion botror. Një përgjigje që ndoshta nuk e ke dhënë herë, po më pyet president, ke qenë edhe në ceremoninë hapse në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe mbyllse në kampionat.
nuk është që nuk o diskutuar shpesh, a ka drejt presidenti Ademi me shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo, a ishte kjo një përgjigje më në fund për ta? Po nuk i komentojmë njerëz të cilët flasin me qëllime, me agjenda, me sene. Kjo është vërtetu edhe s'kom pas asnjë problem asnjëherë. Unë e kom sqaru këtë punë edhe më herët edhe nuk e di pse mirën me punë që s'ju takon dikujt apo ndoshta realisht po e them kështu me një keqardhë që lakimi i emrit tim gjithkund është bën ashta po bëhet shumë për klikime, për sene që me mujt me pas një farë profitit që s'jam vlen për shkak me fol për njerëz ashtu, po shumë çka janë tu folë, shumë çka po dalin edhe nëpër media sane që edhe personale, sane që nuk është as në etikën e gazetarisë, as njerëzore, në fakt për çështje personale, mundesh domethënë nëse ka dikush pretendime për këto vene të federatës ose diçka, mundet me kon ai i cili më sfidon me punë sane, po jo çdo sen që e marrin diqysh të e lyp kërkesën dikun të një institucion, të policia, të drejtësia, gjoja është bo, kjo është bo, jo, mos mirë të këtë sen e din ata që votojnë. Dhe nuk e shoh shumë të arsyeshme këtë gjo që e thojnë, po gjithsesi në ditë komisaru me gjithë ata të cilët më kanë qunë për kësi farë gjanash, komisaru situatët. Prezident, një pyetje po më intereson prej teje, 48 skuadra për herë të parë në kampionatin botror. Sipas jush, presidenti je i një prej këtyre federatave që mund ndoshta më vlerësu. E uli cilësinë e kampionatit botror apo i bëri më mirë zhvillimit të këtij evenimenti të madh sportiv, arritja zgjerimi? Besoj që nuk e uli, edhe pse kanë thonë shumë vetë që domethënë e ka uli, sani nuk është se e ka uli për faktin që tashmë nuk ka ekipe të vogla. Është pa domethënë që pothuajse janë si të barabarta për ka loja, jo për ka domethënë pesha e tyne ndër vite, domethënë ose rezultatet që kanë pas federatat e mëdha, por e pa më prikujt hupi për shembull në Gjermani që është ekstra ekip, domethënë edhe që është thjesht një pe ekipeve më të mira që ka bota, domethënë kombëtarja e Gjermanisë, por ja vjen që hup nga një nëse kushtimisht mi quajt outsider, por tashmë futbolli gati pothuajse është unifiku dhe janë përzgjedhur domethënë ekipet sepse çdo futbollist i cili lun në kombëtare apo në kampionatin botnor në këtë rast që kanë luajt, pothuajse 90% tyne janë nëpër ekipet më të mira nëpër gjithë botën ose nëpër kontinentet e ndryshme në ekipet më të mira, kështu që faktikisht taktikat, teknikat nëpër të gjitha konfederatat që zhvillohen, pothuajse gati janë unifiku për faktin që këta futbollistë janë nëpër këto ekipe dhe shohin një ndeshje ose një nivel tjetër të lojës, po ashtu edhe trajner kanë shku nëpër ekipet e vogla me nam, me hemen të cilët e bëjnë domethënë ekipin që të luajë një ndeshje jashtëzakonisht kompetitive dhe kështu mendoj që përveç emrit të rezultateve që i kanë, fusha është treguesi më i mirë që nuk ka ekipe të vogla më. Risi të futboll president nuk është që po duket se kanë të ndalur me këto që po i bën FIFA. Kemi parë në takime me Infantinon shpesh edhe gjatë këtyre prezencës tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flitet për mundësinë e zgjerimit edhe me të tjerë, me 64 që të jetë botror jashtë me 64 shtete. A ka diçka konkrete, a ke informata shtesë nga FIFA? Po tani kjo është në shqyrtim sepse FIFA i ka ekspertët më të mëdhenj të futbollit, domethënë edhe të gjitha konfederatat, po sidomos FIFA mblidhen pothuajse nga të gjitha konfederatat që janë edhe në bordin e FIFA-s, por edhe ekspertët siç është Arsene Wenger për shembull dhe të tjerë, të cilët bojnë rregulloret e garave dhe e shohin ose analizojnë të gjitha çdo kampionat botnor që ka shku, analizohet në fund dhe shohin ku janë gabimet dhe ku janë të mirat dhe çka mund të ndërhyjnë. Tash janë në çet fazë të përmbledhjes së kampionatit në të gjitha drejtimet të kampionatit botnor, domethënë. Po edhe mas ne besoj që do të vinë me rregullore të ndryshme që aplikojmë edhe në të gjithë federatat tjera ose konfederatat tjera fillimisht dhe mas ne edhe na federatat. Nëpërmes konfederatave tona, në këtë rast nëpërmes UEFA-s na. Ai çka ra në sy ishin në takimet e tua të rëndësishme me presidentin atje, pa fotografi edhe me presidentin Donald Trump.
pastaj me Ronaldon që është ndoshta një takim i përzemër sepse nuk është hera e parë. Kush është Kosova në çdo tyre? A është Kosova tashmë me respektin e duhur edhe në ngjarje të tilla, sidomos nga këto figura? Kjo vërtetohet, domethënë edhe unë gjithmonë them që Kosovën e vlerësojnë, nuk është që vlerësohet vetë personi, po Kosovën e personi është ai i cili e ofron ose e largon dikon nga pjesa e shtetit ose e federatës. Në këtë rast unë realisht me presidentin Trump jam përshëndet, edhe e kum falenderu për gjithçka që ka bërë Amerika dhe ai personalisht për shtetin tonë. Sigurisht që ishte një përshëndetje, një falenderim, edhe ai tha fjalë të veta, më vjen keq që s'ka incizim aty në fjalë se do të ishin shumë interesant fjalët të tyre. Fjalët e tia, apo na zbulon këtë? Po nuk janë të incizuar dhe nuk i them diçka që s'është të incizuar se të na duhet vetëm me vërtetu. Secilën gjë se domethënë nuk du me fol diçka që nuk e muje. Po që ishte sen mirë vërtetoj më sa ne. Po shan mirë po, domethënë është po, afërsia ndoshta edhe e pjesa, sepse takimi ka qenë dikun përshëndetja, në fakt se takim syntasuj, përshëndetja ka qenë dikun 3-4 minuta, 5 minuta maksimum që i kom folë edhe një specifik është që Trumpi në atë moment dhe më thonë ka ardhë na të gjithë kemi qenë duke prit për me bo fotografin zyrtare dhe me te, por qëndrimi ti ka qenë rreth 3 orë për thujse me neve, për shkak se njëherë ka qenë fotografia me ne dhe pastaj edhe me legenda dhe pastaj me takimi me të gjithë neve, jemi unë në një salë dhe në atë salën, dhe më thonë, ka qenë një fjalim i presidentit Trump rreth 30 minuta dhe Infantino pashtu rreth 20 minuta. Pas asaj ka qenë kokteli që ka zgjat dikun 20-25 minuta dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Trumpi ka qenë aty prezent dhe na e patëm rastin, dhe më thonë, t'i japëm dorën të përshëndet me sene si Kosovë dhe gjithmonë vetëm duke e falenderuar dhe duke e pa që Trumpi normalisht ka një uri për Kosovën dhe din sepse është taku. E pse unë nuk mujmë ditë paktën 2-3 fjalë të Trumpit çdo president për neve, për futbollin tonë. Nuk është një fjalë, domethënë që ka fol për futbollin, ato janë kon çështje për Kosovën që ka fol. Nuk është që ka fol për futbollin, apo kupton. Për futbollin ka qenë vetëm një fjalë që Infantino ja ka shpjegu punën time dhe i tha, domethënë që e falenderoj këtë rast presidenti Infantino që tha fjalë miradije, tha është një kryetari federate dhe një lider i cili faktikisht punon me zemër dhe punon shumë për sa kohë që është ky. Kosova ka shku, domethënë siç e din ti fjalët e Infantino si kanë thonë që i ka vërtetu vet kur ka qenë në Kosovë, prandaj po i tham edhe ato. Edhe kështu ka qenë ai edhe ai e pat një fjalë që tha, "Okej, po më vjen mirë që je great leader edhe që kjo ka qenë." Fantastike kjo. Derisa qëndrova atje president, ishin kampionat botëror. E dim, Kosova ishte krejt në prag të kualifikimit atje. Të mbeti peng, po diçka që po tishim, edhe mendon që Kosova mund të bënte duke ditur edhe grupin, sidomos përballja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ishte e mundshme. Mendon që Kosova mund të avanconte në atë grup edhe të mbeti peng kur po aty se shtete të tjera shumë të vogla ishin prezent? Sigurisht peng ka me që nga fillimi, sepse kemi qenë shumë afër dhe mendoj që kemi merituar ditën e fundit ose loja e fundit me Turqinë, fati s'ka qenë me ne, besoj, sepse u bën edhe ato shansat të cilat për shembull nuk e harroj ato 2 shansat sidomos të Fisnik Aslanit, të cilën e shuton një lart dhe si e mbron veç Zoti e din çysh e ka mbrojtur ai portier dhe atë tjetrën poshtë dhe sigurisht edhe kthimi i topit të Murishit, të cilët për shembull i mshon në kom lojtari kundërshtar, i cili ja devion topin, domethënë gjithsesi edhe nuk ka asnjë faull, asnjë gjë nga refert, por kjo është futbolli dhe me të peng për arsyeën se loja me Amerikën për ne është qenë historike, domethënë për faktin që zyrtarisht e luan me një shtet të cilit kanë ndihmuar dhe do të kishte qenë mirë sepse sigurisht që do të ishte bën një përgatitje përveç organizimit që e bën FIFA edhe nga ona mediale për neve, edhe prej neve, po gjithsesi edhe duke i pa rezultatet që kanë shku, mendoj që Kosova do të ishte paraqit më mirë duke pas vlerësimin e grupit dhe të lojtarëve të cilët tonë dhe formës së tyre që kanë pas. A ke besim të kjo gjenerat që Euro 2028 që do të jetë deri hapur? Absolutisht dhe do të mundohemi me çdo kusht që do të ndihmojmë të gjithë futbollistët dhe ata të cilët e kanë kohën ndoshta ose nuk do të jenë më me kombëtarën për shkak të moshave të tyre sigurisht, por gjithsesi
duke e bë mix ekipin tonë, qyshve që kemi fillu me disa tri dhe që kanë ardhur dhe që vinë dhe me ata të cilët i kemi, mendoj që është koha e Kosovës dhe shpresoj shumë që puna e Fodës po realizohet dhe projekti i Fodës bashkë me federatën po realizohet dhe pres që në këtë garë edhe pse nuk është për me nënçmu, sepse janë ekipet si Austria, si Izraeli, Irlanda, Izraeli, realisht nuk janë ekipet dobta tashmë, po gjithsesi besoj në këtë grup dhe mendoj që kemi pas rezultat mirë dhe shpresoj shumë që të jemi domethënë në kryet e grupit. President është bërë, Gjermania nëse deri tash ka qenë një orë për shqiptar në bokë në Gjermani, ka nisur të bëhet edhe për futboll. Kemi lojtarë shumë të mirë që po dalin nga Bundesliga gjermane. Kishte një takim edhe me Arjen Ibrahimovicin pak ditë më parë, javë më parë nëse mund të themi. A kemi shpresa për ardhje të reja te Kosova në prag të kualifikimeve? Në fakt rezultatet që i bëm, domethënë që shkum në finalen e kualifikuese, sigurisht që tashmë Kosova është adresa e parë e futbollistëve. Kishte impaktin e vet ajo, po. Po, të Kosovës janë nëpër vendet e ndryshme të Evropës dhe tani na kemi për detyrë me taku të gjithë ata të cilët i plotësojnë kriteret përkombëtare dhe sigurisht që në fund vendos Foda në këtë moment për shkak se i takojnë atij dhe sigurisht që rezultati e marrin ato dhe na jo vetëm me Ibrahimovicin, po edhe me ju e dini edhe me Osmana që nënshkroi kontratë. Edhe Ibrahimovici, edhe Ylgashi, të cilët janë në Bayern, i uroj të tretë për kontratat e mira që i kanë bë dhe falenderoj që Bayernin që i ka vlerësu dhe po më duket vetja që sikur më pas ka me bë 2 treshe tash, një treshe e kemi në Hoffenheim dhe një treshe tjetër në Bayern. Kjo do të ishte kënaqësi. Te Erblini, president. Sigurisht që ne i kemi ofruar mundësitë tona dhe ju kemi treguar që jemi të interesuar. Është çështja e tyre me vendos, shpresoj që të vendosin me zemër drejt. Te Erblini, apo po luhet me fuqin, sepse duket që është një super talent, do të shkojë më kontratë. Kur beson Bayerni pak a shumë po dihet se kush është lojtari, a ka kontakte direkte apo i qëndroni afër në këtë kuptim? Po, ju me siguri e dini se Erlindi ka qenë në Kosovë. Ishte në vizitë. Po, edhe ka qëndruar nëpër ambientet tona bashkë me familjen e tij, po edhe në Kosovë, po edhe në objektet tona të federatës, do të thonë, kështu që jemi në kontakte të mira. Ajo është i ri, dhe të stabilizohet dhe të vendoset në Bayern, ne ja dojmë gjithsesi të mirën dhe ju kemi thonë që të treve që ju edhe Ylgashit edhe këtij, sidomos këtij, edhe Ibrahimovicit që ata të tashmë të fokusohen në klub, që të jenë aty, që të ngelen në Bayern dhe të konkurrojnë për vendet e tyre të mundshme. Dhe besoj që ata janë çast kvalitet dhe kanë një moshë si Ibrahimovici 20 vjet i ka, domethënë dhe të tjerë 16 dhe 17 ylli, sigurisht që janë potencial për Bayernin, por është potencial i jashtëzakonshëm edhe për kombëtarin e Kosovës. Për këta që po flasim janë e ardhmja, do të pyes vetëm pak për Edon Zhegrovën. Është figurë ndër më të rëndësishme te kombëtarja e Kosovës. Ka diçka të risi rreth të ardhmës së tij, po në sezonin e kaluar nuk kaloi shumë mirë te Juventusi. Është e shenjë si problematik situatën e tij? Edon Zhegrova është një talent i jashtëzakonshëm. Më kuptohet që është një prej talenta, top talenta, më thonë që janë futbollistë më të njohur në botë. Tani pse nuk është në formacion të parë të Juventusi, këtë varet nga trajneri, nga formati i lojës, si mendoj që e meriton. E meriton se ka çast talent. Jashtëzakonisht një talent i madh, dhe sigurisht që është potencial dhe është aset për kombëtarin ton, dhe na i dëshirojmë gjitha të mirë dhe besoj që i vjen koha dhe shpërthen edhe çysh ka shpërthy, domethënë. Mendon që Juventusi është skuadra ideale për të apo jo? Po, unë e di karakterin e Edonit dhe ajo është i bindur në fuqinë e vet, në kvalitetin e vet që është shumë mirë dhe shumë e drejtë dhe e ka një mendje që ndoshta edhe unë e përkrojnë këtë mendim që duhet me i tregu dhe Juventusit që është kvalitet dhe e meriton me lujt kudo. Në çdo ekip mendoj të Evropës, cilën do të jetë, cilën do ta marrësh në të cilën dush ligë, mendoj që Edoni ka vend.
Do të kemi pak të zhvillimet në Kosovë për futbollin. President, je kthyer nga Shteti Bashkuar të Amerikës, ndërkohë ne po shkojmë drejt sezonit 3, meqenëse sa dim se ke pasur takime së fundmi edhe me ministrin e sportit në detyrë Gashani, për çfarë u takua ta mund dim detajet që ishte qëllimi i takimit. Po, takum për futboll, për krajin e futbollit, për formatin e futbollit, domethënë gjithçka për çështjet që na lidhen ne me ministri, faktikisht që to janë para fillimit të kampionatit dhe diskutojmë çështjet e futbollit, sidomos për infrastrukturën kemi fol shumë. Apo? Kemi fol për stadionin Adem Jasharin, për Adem Jasharin dhe për forma tjera. Jemi dakordu ministri është një për ministrave cili faktikisht është nuk është e pjesës zyrës, ma shumë është e pjesës terrenit dhe e ka për kushtim infrastrukturën. E ka për kushtim për infrastrukturën dhe më bën muni mirë kjo çështje, kjo gjë, dhe sigurisht që do të fillojnë të rregullohen stadionet në këtë kohë, por na e dim, domethënë që tash është çështja e zgjedhjet janë kryer, formimi i qeverisë, formimi këtyre, këto janë ndoshta pengesat që mund të bëhen sepse fokusimi është atje dhe më pastaj tash po mirën shumë kohë mos formimi i qeverisë po merr shumë kohë dhe realisht po e pengon kjo procesi. E pengon procesin jo vetëm në sportin e futboll, edhe po gjithsesi edhe në jetën e përditshme edhe në gjithë Kosovën. Se përket infrastrukturës të po të më të pyet, është një zotimi i federatës që do të ndryqohen disa prej stadiumeve të Superligës Kosovës, klubeve Superligës. A do të ketë diçka konkrete këta muaj para nisjes sezonit 3? A ka një plan nëse po cilat stadiume do të ndryqohen? Është konkrete, tashmë janë Skenderaj veç kanë arritur, domethënë dritat kanë arritur në Klin, në Dukaxhin dhe në Gjilan. Këto janë 3 stadionet e para që të bëhen, më pastaj do të bëhen besoj që edhe 3 të tjera. Shpresoj që dikun ka mesi sezonës, ndërsa këto 3 janë nëse punojnë, domethënë pjesën e tyre, domethënë që kanë komunat aty ku janë klubet dhe klubet bashkarisht në komunat, sa i përket aspektit prumjes së dritat ato që janë gati. Faktu që sa për informacion isha në ditë kombi nacional Hajvali dhe i poshtë ato shtyllat, janë reflektorëve të fiks, reflektorët që kanë ardhur. Për këto 3 i kemi këtu. Për 3 tjera nisën mbrana afatit dhe ditor. Është gati FFK-ja për do të falet kalendari i Superligës të Hanën, apo po është Hanën, është gati për sezonin e ri, janë bërë përgatitjet? Gjithsesi për ne bë përgatitjet, kemi bë disa, sepse mas çdo kampionati analizohet kampionati edhe te na dhe ato të cilat i shohim që kanë qenë diçka anomali të këqija ose diçka që kanë dalë që nuk i kemi parashikuar, i fusim rregullore, tash vazhdimisht rregulloria ndryshon, siç e thatë gara sanë, dhe kemi bë rregullore, kemi ndërhyj në për aktet normative të federatës, të cilat sigurisht që i kemi bë dhe do t'i aprovojmë nga komiteti ekzekutiv, i kemi aprovuar një pjesë dhe të tjera do t'i aprovojmë në mbledhjet në vazhdim. Kështu që jemi të gatshëm sa i përket anës tonë administrative, organizative të gjitha. Shpresoj që edhe klubet të jenë të gatshme dhe të jetë një garë dhe ta marrë nivelin liga dhe në ngritje siç e kemi ligën të ranguar më së miri në region, por gjithsesi pres rezultate të mira nga klubet tona, ju i dini rezultatet që i kanë bërë, domethënë të gjitha klubet deri tash. A të befasoj Romja e drites nga Liga Kampionëve? Po, më befasoj realisht për asoj ekipe, më befasoj kogja shumë, sepse nuk u paraqit në nivelin që e ka drita a ditë, po ky është futbolli dhe shpresoj që në këtë garën tjetër tash që e vazhdon në ligën e kombeve do të jetë Nations League, domethënë jo të kombeve, të ekipeve. Conference League që është. Faktikisht aty do të shkëlqej besoj edhe drita. E di që kur kemi folë bashk, kualifikimin këtë botror ishin një ndër e madhe jotja, e parealizuar, po themi tash jo po e të mbërty po edhe për neve të gjithë. Ke një synim tjetër që ndoshta do të dëshirosh ta realizosh? Po tani na shkojmë radhë, se nuk jam tip që kthena mrapa. Na e bëjmë punën, e bëjmë mundësinë më të mirën të mundshme që na mujmë dhe dim, dhe faktikisht nëse funksionon do të ishte kënaqësi, po s'funksionoi kjo për shembull e Kupës Botës, tash mirëmi me Kupën e Evropës dhe Ligën e Kombeve që kemi tash, sigurisht që nuk kthena mrapa, nuk shoh mrapa dhe do të mundohemi bashkërisht me komitetin ekzekutiv ta bëjmë më të mirën të mundshme
dhe me ekipën e trajnerëve, siç po bëhet, domethënë unë falenderoj të gjithë ekipet e trajnerëve që nga AJA, Franco Foden edhe deri te U15, të gjithë djemë edhe vajza që e bojnë një punë dhe jemi ende në garë për shembull me vajza për kvalifikim të kupën botërore, dhe sigurisht që na dëshirojmë që ekipi i mashkujve të shkëlqejë në këto gara që i kemi tash. Një angazhim tjetër që ka federata është lojërat mesdhetare që janë tash në Itali, president, në Taranto. Lojërat mesdhetare dimensionar ku do të marrë pjesë edhe Federata e Futbollit, pse ishte pak e diskutueshme derisa u sqarua. Është përgatitur ekipa, është e caktuar? Po, është caktuar ekipa, na jemi të përgatitur për atë punë sepse kemi ditë nga fatkeqësisht jo nga Komiteti Olimpik, po nga Federata Italiane, e cila na ka ftuar kështu personalisht, domethënë, dhe na ka thonë që ju e keni ftesën dhe besoj që do të vini me ekipe, sigurisht që do të marrin pjesë. Na është të rjek edhe shorti, e keni pa edhe grupet, jemi të gatshëm me ekipin e djemve dhe të vajzave, dhe sigurisht që presim të paraqitemi sa më mirë që është e mundshme. Pyetja fundit, president, kjo për shkak mos më dhënë unë kisha përgatitur më shumë pyetje, po për shkak se 2007 apo vjen do të jemi në Europianin e Unisenishave, Shqipëri, Serbi, organizimi i përbashkët. A ka ndonjë zhvillim këtë drejtim të ri, a keni komunikuar me FSHF-n mënyrën e pjesëmarrjes, a do të marrin pjesë pa marrë parasysh kush po organizon si Federata e Futbollit të Kosovës? Nëse ne kvalifikohemi, ky është kvalifikimi i UEFA-s, dhe sigurisht që duhet marrim pjesë. Nëse nuk kvalifikohemi, sigurisht që s'kem çfarë me marr pjesë dhe nuk jem pjesë e saj dhe nuk kem pse të mirë me këtë punë. Ky është një organizim i UEFA-s, ashtu siç e dim, domethënë tashmë është përcaktuar. S'kam çfarë me thonë, punë tjetër nuk. E qartë. President, të falenderoj shumë që gjete kohë me ardhmë në Sportcast edhe i ndam këto detaje bashkë. Faleminderit. Me shënderuar ishim bashkë në Sportcast në intervistë me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zoti Agim Ademi. Juve faleminderit për vëmendjen, shihemi në emisionin e radhës.